je në shpitane. Sepse ne nuk kemi mësuar me kulturën e atij dhe njëherë po ta them dhe unë kam një familjar që po të njëjtën gjë. Po përderisa je në Big Brother dhe din që çfarë impakti ka, din ti dush me për shembull jo me fol Po pra, po në një moment tjetër jo aty kur ishte ai. Sa jep një mesazh tjetër. Okej. Ai jep një mesazh që nuk e fyen asgjë dhe nuk e ofendon asnjë gjë. Po jo për ato, o Sabina, jam të fol për Brikenën, unë nuk jam të fol për Aldën, për Brikenën jam të fol unë. Për ndjesin tem. Okej. Po, e kuptoj unë për ndjesin tem, sa ai nuk ja tha Aldës, apo kupton, ai e tha në përgjithësi. Po, dhe ishte Aldo aty. Amo e tha fjalën përpara, tha, qëre, që keni bërë këtë baklava, tha? Nuk është pamje e bukur për të pa, se është, po do këtë se, nuk është pamje e bukur se po do këtë se, oj, Sabina, nuk është fjallë për më thonë, sidomos për Ilirit, one atë fjallë, okej, të ka rëshit, po pse pe bënd të madhe, shko personalisht në mërë, thuj qërë më rëshiti që ke fjallë. Jo, asë këta nuk duhet ta kështë e bërë, a i këtu e kështë e probleme. Jo, vështë i sekund, thuj, po ti kuptu gabimin, e shko vështë thuj, qërë, unë më shqiti që ke fjallë, nuk kam kur gjë kaq me ty, më falë, edhe kaq, jo, erdë Brikena, ma tha Brikena se ajo, se kjo, ka shku mrena, dul jashtë Aldo, edhe unë univa si më kryzu, si kur ku me di qa ku mba, apo kuptan? Ore, të tem diçka, e kuptojnë që Aldo asë këta nuk e do? Këtu ka buam që ta shko kërkoj falje, nuk e do ai këtu ai falje, as nuk e do ai të përflit, nuk do ai as një lloj përkujdesi dhe as një lloj gjë. Kjo ishte gabimi. Okej, po një person që është në rregull, po, e din që unë kërkova ndjes, po, në rregull, edhe ti ke të drejtën tënde. Por unë ndjes, e tash, unë vjen keq në qoftë se, po në ndjes nuk kërkova, unë nuk kërkoj ndjes për një sen që unë jam ni për fol, nuk është me kërku ndjes, se në kur gjë nuk i kumbo Aldës, as nuk kumbo, jo, edhe kaq, unë